Pas provimeve të maturës, maturantët tashmë duhet të zgjidhin degët e studimit në universitet. Drejtoria ZVAP Shkodër Brisela Kadia tregon se nga këshillimi i karrierës me nxënësit rezulton se programi më i preferuar i maturantëve ekselent është mjekësia. Pjesa më e madhe e maturantëve ndjekin studimet në universitet publike, kryesisht në Universitetin e Shkodrës, Luigjë Rakuqi. Për shkak edhe të numrit të madh të maturantëve që zyra vendore arsimore ka, për shkak të shtrirjes së gjerë gjeografike që ka edhe bashkia e madhe Shkodër, ka dhe tipologji të ndryshme për zgjedhje që kanë bërë këto maturantë. Kemi maturantë që vinë nga shkollat private që kanë zgjedhur Universitetin e Shkodrës për të mbyllur ciklin 3 vjeçar bachelor. Kemi maturantë që vinë nga shkollat publike që po kanë zgjedhur Universitetin e Shkodrës, pra një universitet publik. Kemi numër të madh maturantësh që vazhdojnë të përzgjedhin mjekësitë dhe degët e mjekësisë ose degët e IT-s në Shqipëri dhe universitete publike. Sigurisht ka dhe përzgjedhje në universitetet private. Këshillimi i karrierës, ashtu sikur se dhe ju e thatë, është praktike konsoliduar. Mësuesi që zhvillon lëndën që ne e quajmë këshillim karrierë ose që bën orientimin e karrierës ka një rol kyç dhe është në fakt ura lidhëse e shkollës me universitetin, por edhe ura lidhëse e familjes me institucionet arsimore dhe pak a shumë në përzgjedhjen që secili nga nxënësit ka bërë është të përfshirë edhe vullneti i familjes. Pra është mësuesi i orientimit karrierës ka rolin kyç në orientimin e drejtë dhe të duhur të maturantëve drejt lëndëve që ato duan të ndjekin në universitet. Gjatë ditëve në vijim, maturantët do të përzgjidhen programet e studimit dhe fakultetet ku duan të zhvillohen studimet për 3 vitet të ardhshme.